Samaji Gagonoshi. Hej njerës, qa ka? Jam Agoni edhe sot keni me pas shpjegimin e një prej teknikave që jo një prej teknikave, po është nashta teknika më e rëndësishme në magji. Edhe ajo është që shpeshen edhe në titull double lift. Kështu që sot kom ja shpjegu double liftin ose ngritjen e dy fisht. Kështu që keni me mësu sot shumë forma double liftit, po keni me mësu si që ka bëjon e mas shumë të për me bo një double lift. Edhe për juve që jeni ka pët në agon që ka është double lifti është ngritja e dy fisht, ose me i kap dy letra, ama mu dohë si një, që shpesh dohet si me kap letrën e parë, po në fakti ka e tregon letrën e dytë. Që kjo është ma thjesht me tregu se që ka është double lifti. Kështu që të shkojnë atë disa performanca double liftit, edhe masa ne keni me kalu direkt e shpjegime dhe ushtroni për qëta. One ku më ushtru me vjetë për me përmirësu që teknikë. Kështu që veç po do me tregu që tash, që nuk është teknikë që mundi me bo veç njerë dy edhe e mësut. Po është teknikë që e bëni me javë, me muj, me vjetë, e ushtroni gjdo ditë me ma shumë keni me bo ma mirë. Kështu që është thjesht teknikë që kom ju vyt në 7 vjetë derisa të përmirësoni mirë. Kështu që po du me kalu direkt ajo, shkojna direkt të shpjegime. Okej, mas pari t'ju tregoj si qka është double lifti. Që ju tregova është ngritje e dy fisht. Që do me thonë që ka një ka shëni qëto, po do këtë se pe kapi letrën e parë, gjanarin, po në fakt qëto i kom kap dy letra, gjanarin edhe katërshin. Që do me thonë unë i kom kap dy letra, po i kom kap si një. Që po e shimë edhe vetë, e rotulloj krejt më do kësi një letër, që të jënë 3 letra. Që kjo triple lift. Do me thonë double lifti, është me i kap 2 letra, edhe më dok si me kap një letër, si me kap 3-shin, edhe më saj më me bo qëfar do teknike me ta, për shumë me bo snap change, për shkak kësi jo keni bo double lift. Kështu që kjo është double lifti. Kalojnë atash të shpjegimi do me thoni kësaj teknike, po nalë edhe t'ju tregoj disa mënyra që është më bo. Mënyra e parë që është gabim, që e ku mësu për para, është me qenë mënyrën qëto, që u konë mënyrë gabim. Do me thonë që kjo që është double lift i gabim. Peshin edhe vetë është double lift, po mos e bënin që mënyrë. Që kjo është mënyrë gabim për me bo, i vetëmi person që e bën këgjam se bën keq që double lift është David Blaine, po nuk jam fan si madhi që ti double lifti, për shkak se krejt që shërotullojnë letra, është që shtë. Shtë që mënohë me imitu qëtë mënyrë të rotullimit, që kjo një letër. Shtë që kena me rotullu një letër, si njëtë si më do kështë. Shtë që qysh kena me rotullu, është qëret ju të regoj mënyrën thjesht. Mënyrën e thjesht ja u shpjegoj. Mënyra e thjesht është me ruffle back, edhe rotullohet, do me thonë që të jënë 2 letra. Mënyra mesatarit që shëbëjën e shpesh është me pinky count, edhe masën e rotulloj. Edhe mënyra e tretë që më e fështirë është me push off, që push off e nuk e di shumë mirë, po push off është do me thonë i bën pinky count, e shtyn letrat edhe i rotullon. Që teknik nuk di edhe me bo bash mirë, po ata flash që to, po që kjo është double lifti. Double lifti një mën shumë teknika, mund është me bo me mira trika veç me një double lift thjesht. Kështu që veç po du mi ju tregu që do një me ushtru që teknik. Kështu që të kalojna direkt të shpjegimi ka kandi i juvë. Okej, mas parin merë një letrat, edhe nësja një ushtrimeve që kanë me të zgatë me muj e me vjetë për me bo mirë që teknik. Kështu që të janë njësëm ushtrimeve. Seni i parë, ju tregova mënyra e letë, është me ruffle back, kështu që njerë për shpjegojna mënyrën e letë. Mënyra e letë tregova që është me ruffle back, që është që ki ruffle back-o, do me thonë që të me abo, po mirë po më nalën 2 letrat e para, edhe për me shti gishtën e vogël me njerë, që kjo është një farë lloj zëvendësimi i pinky count, do me thonë që tregova pinky count është që do me thonë muna me nxje letra, pinky count me gisht vogël, 1, 2, 3, 4, për shembull 4 letra i nxjeja me gisht vogël, dhe që 4 letra.
që do me thonë është pink account, mirë po ju që se din pink accountin, edhe pse kom e shpjegu pink account mas një jave, njerët kalojna veç me Ruffleback. Me Ruffleback shkoni edhe e nalni bashkë të 2 letra. Keni me ndje gishti i madh kom ju mësu për me nalë 2 letra, me shti gishtin e vogël edhe me i kap. Edhe që edhe njerë, vetë keni me mësu gishtin e madh që me unal bashkë në 2 letra, e shteni gishtin e vogël, edhe i lëshoni këto. Edhe do këtë si më konë ruffle normal, po jo vetë keni me mësu dorën. Dhe kom ju do këtë një ditë njerë të shudeshme, po keni mu qëdit mas anej, mas një kohë keni mu qëdit, qysh keni me mujt me nxje, edhe me taman me nxje me gësht madh. Për shembull çto janë 4 letra. Keni me mujt me nxje shumë let me gësht madh. Për çato mos u çuditni në fillim. Kështu që e keni në picking count. Po menoj e keni bon pinky break. Pra do me thonë me ndarje me gësht vogël. Edhe tash i keni 2 letra me ndarje. Tash që keni me bo, është që keni me marrë dorën e djathtë, edhe keni me shku qëto edhe keni me shti mrena të veni i gishtit vogël. Edhe që e bëj qëto, është shkoj qëto, edhe e shti gishtin e madh, mas pari, gishtin e mesëm, mas pari e shti këtu mrapa. Si dhe shti qëto gishtin e mesëm, i lëshoj qëto gishta. Për shkak se mbajtjen është ka i kry në gishti i mesëm, edhe tash keni me i kap të 2 letrat si një. Keni me i kap normal, 2 gishta mrapa, një gishti madh mrapa, 2 gishta, do me thonë për para letrës, gishti i tregus dhe gishti i mesëm. Pra do me thonë, shene keni pas me gisht vogël, që do me thonë që kjo gishti vogël nëse nuk ju konvenon mundën me kalu në gisht, me mbajtje me gisht madh, mundën me ndru sa dëni, shpesh në alapin majnë mbajtjen, edhe mundën me marë edhe me shtig, mas pari gishtin e mesëm, mas e gishtin e tregus, e mani me të 3 gishtat, edhe tash kom u bo double lifti. Jo i keni kap 2 letra, po tash keni me i rotullu 2 letra si më ko një. Edhe në komo të do këtë thjesht që kjo, po Nisan Divernon, e thot, Divernon është profesor i magjis, po ka vdek para një 20 vjetë, 20-30 vjetë, mirë po i kalon një fjalë që këtë magjisart i ka mësu. I ka thonë, shfrytëzoj letrat si më konë lule. Nëse i munon shumë, lule ako më prish. Njëtë edhe doni me i shfrytëzu letrat. Mos u munoni me i kap shtërngusha me sene. Shlirë. Double lift e shumë shlirë bot. Shto që merrni edhe kapini këto, edhe thjesht veç shkoni për para. Veç shkoni fërkoni kështu. Si më konë paintbrush. Shkoni fërkoni. Edhe fërkajeni kështu, po në gjatë qëti fërkimit, që e bëj për në djathtë, do me thonë që krejt që ka bëj është ngriti pak më nalt, edhe që i ka e djathta, po në nuk e qej direkt ka e djathta, e që i ka e djathta e pak të nalt, që do me thonë mu bo një farapsine qëtë. Do me thonë që kjo është një farloj ngriti që po e bëj të nalt, edhe masanej si të mëri qëtë. Do me thonë e ngritit të nalt, me një hapsin të vogël, që do me thonë mu konë si një out jog për para. Edhe tash keni me bo rotullimin. Rotullimin mos u tëtni, sa në i parë kja keni tuta në rotullimin. Për shkak se rotullimi është shumë i thjeshtë. Për komu ju do këmë fillim, thu se që kja komu qelë 2 letra, po nuk qelën. Qëre? Veç i lëshën. Qëre, lëshëj. Po nuk qelën. Mos ja unin se letrat shumë rrinë stabil. Shtë që edhe njerë t'ju tregoj, do me thonë e keni këto në 2 gishta, e qëni për para të nalt, djathtas të nalt, do me thonë si në diagonale, edhe si të mërinin qësh, krej që ka bëni është të qëni deri sa të kalon edhe të shkallshin. Do me thonë si të kalon edhe të shkall. Si të kalon kandin e drejt, ju veç keni me janis edhe me lëshu. Edhe nësja lësheni. Për shkak se vetë ko me rakje, vetë ko me ratë të dyat, edhe nuk ndanë letra, mos anin. Që 2 letra jam, po nuk ndanë. Do me thonë, veç shkani kështë,
qeni ma për para, edhe keni me parë si pse me që ma për para, do me thonë qeni ma për para, edhe rotullajni. Do me thonë jeni në qitë gjendje. Edhe mos ja unin për qitë rotullim, se rotullimi mirë bëhet, edhe tash, që shë keni rotullimin mirë, do me thonë e keni rotullu, edhe mos e rotulloni kështu, t'ju tregoj mas pari, që kjo rotullim nuk është shumë natural, do me thonë drejt me rotullu, por rotullojni për anash, se anash është ma naturali. Edhe seni i dytë është, mos e mshelni krejt si liber. Mos e mshelni, veç e jeni në dhe të shkallë, edhe mos e veç lëshajni. 2 sene, mos e rotulloni vertikalisht po për kështu si liber, po plus edhe mos e mshelni deri në fund, se s'keni nevoj. Do me thonë veç, keni pa një metoj e bo edhe që double lift. E në bëj ka njerë. Mirë po, do me thonë, veç shkoni kështu, edhe veç lëshajni. Do me thonë, e përsërita shpesh që ta, po du me jep këgja shumë rëndësi. Okej, te kalojna qëta, e keni bo rotullimin. Edhe tash, që keni me bo, është e keni qita pësinën qëtë, po për para keni out gjakt. Edhe që kjo kom e një muqë, që kom ju një muqë që kjo është teknikë që e kom shvillu këgja shumë. Keni me marë, edhe keni me shtyp me gisht tregus, të poshtë. Kjo kom u shtyp të poshtë. Edhe plus, kom e u majt për gisht për qësaj pjesës mishit të gishtit madh, edhe të u majt që të dyjat, të dy pjesë. Kjo të shtyp të poshtë, në këtë anë të e nalë, këto bëhet break. Edhe qështo keni me bo një pinky break me njëherë. Shtë që për deri sa, ju e merni edhe rotullani prap, edhe rotullani drejt, atëre ju s'keni qësh me bo break. Shtë që mënyra për me bo break, është të bo pinky, të bo riffle back, edhe me këthy breakon, ose të e bo me pinky count, edhe për me këthy breakon. Po juve, për mos me bo prap riffle back e sene, ju rotulleni për para. Edhe kër e shtyni për para, e shtymni me gisht madh, edhe me mishin e gishtit, me gisht tregus, edhe me gishtin e mishin e gishtit madh, atëre ju këmë ju bo një break, të e këthy në ven. Edhe tash ju e keni breakon, shpeshin edhe vet, që breako, që. Edhe tash, e keni gati rotullimin, edhe e keni break tash. Tash veç keni me përsërit njëjtin sen. Krejt që ka keni me bo, është veç me përsërit, për tash s'keni nevoj me shty për para, kështu që e rotulloni njej. Edhe që u bë double lift. Ma tash letra e parë nuk është 8, është 9. Shkaj se kjo ke letra e parë, që kjo 8 është letra e dytë. Edhe që kjo është double lifti, kështu që kjo është mënyra e thjeshtë. Riffle back, e shtyni, e rotulloni, e shteni gishtin e madh, po më ne e shtymni me gisht tregus, shpeshin edhe vet, do me thonë, edhe njerë, hap mas hapi, hap mas hapi kena me bo. Riffle back, nalëni në 2 letra, shteni gishtin e vogël, 1, 2. Edhe masanej, krejt që ka keni me bo, është keni me marë, me i shti gishtin e mesëm, gishtin tregus, edhe gishtin e madhe mani, për deri sa këto 3 gishta e lëshojnë, keni me shty deri në alt, diagonale, me bo një hapsin, edhe me lëshu. Lëshojni, se binë të 2 letrat barabartë. Merrni majën me gisht madh, me bazën e gishtit madh, shtypeni me gisht tregus, bot break, për deri sa e shtyni mu barazu. Tash keni barabartë edhe plus ndarjen. Edhe tash, e bani njëtin sen, shteni 2-3 gishtat, edhe rotullani direkt. Edhe double lift e u kry. Që ku e keni tash një letër tjetër. Qka mundeni me bon me që double lift thjesht, deri sa kom e shpjegu trika me që double lift, që mundeni me bo. Bani double lift, nëse dene pinky count, 1, 2, që e keni breakon, ja bani diku në apeshe nonshin, po, që e kena me marë nonshin, më nësh me që dorën qështo, ata e qesin, veç fërkojeni për dore, veç fërkojeni kështo,
ndrohet letra, bëhet krall. Wow, që bone qëta e cene? Është një sen që e bëj shpesh. Kështu që nesjani edhe bëjni qështu. Ose nëse pritoni nëse ata janë larg ose diçka, ose veç dojnë me pa, atëre veç e merrni qikën, e merrni, edhe veç nëse fërkoni për krah, është dheq. Dhe me thonë krej që keni bo është double lift. Që kjo është teknika e double liftit, edhe nëse doni me kalun diçka më të komplikume, atëre bëni me pinky count, edhe masani bot gati double liftin njejt. Ose nëse doni me kalun diçka tjetër, atëre thjesht bëjeni me pinky count edhe me push off. Do me thonë push offin njejt. Që kjo është push offi, se me imitu do me thonë rotullimin normal. Që rotullan tubën një njeri normal. Edhe që kjo që edhe mundën me marrë me shtiri ka mesi, ku i kërsas gishta letra dele para. Si rutina e letrës ambicioze, që ja u zbulova pak, rutina e letrës ambicioze bot me double lift, po kom e shpjegu rutinën e letrës ambicioze total, pra do me thonë kom e shpjegu krejt fazat, jo veç një fazë do me thonë me dal prej mesit e para, po me dal pej mesit e para. Pej mesit e para në forma ndryshme me një 10 fazat, që shre kom bo edhe në të sike valjes. Mirë po pa përfundimin me kuti. Kështu që kjo është shpjegimi i double liftit. Nëse doni me pa edhe mënyra tjera, mundeni me bo edhe qishto, ka njere bëj, ose ka njere bëj edhe mënyra tjera, për shambull mundeni me bo edhe qishto. Po që kjo është mënyrë që si ja u preferoj, për shkak se nuk është shumë natyrale. Edhe një sen që dona me tregu, është kur për bëj qëta, atëre veç e marrë dhe lëshoj, me 2 gishta, veç për lëshoj me njerë, mundin me bëj që ka do me që teknik. Kështu që kjo është shpjegimi, edhe që kjo është double lift. Kështu që nëse janë i ushtrani prej sodit, e deri një javë me muje, me vjetë, ushtreni që teknik, për shkak se është teknike që ju nevojitet shumë. E kum bo një shpjegim shumë në gatë, mirë po kum dasht me jau jep sa ma shumë shpjegimi. Okej, që kjo ke shpjegimi i double liftit, po shpresoj se ju ka nimu që kjo teknik, edhe keni me mujt me kuptu. Nëse jeni fillestan që teknik, bëjeni me riffle back, po nëse doni, mësejni që tash veç shkone e rotullimit, do me thonë rotullimin e letrës, për derisa një javën tjetër, kom ju mësu do me thonë pinky count, do me thonë numërimi me gisht vogël, që është shumë i rëndësishëm edhe për double lift, për edhe për teknika tjera. Shtë që kjo është një teknika që kom dash me shpjegu, që është teknike shumë e rëndësishme, një prej teknikave më të rëndësishme në magji, shtë që ushtrani. Do me thonë që kjo është edhe shihemi deri një javën tjetër me trika edhe shpjegime të reja. Peace.